Zënja e territoreve shqiptare nga forcat jugosllave kishte trazuar jetën politike dhe ekonomike të shtetit të brish shqiptar. Kjo gjendje kishte përshkallëzuar me djegjen e mbi 150 fshatrave të banuar nga shqiptarët e Kosovës, duke provokuar eksodin e tyre drejt Shqipërisë. Këto ishin disa nga shqetësimet që presidenti i delegacionit shqiptar, Fanoli, ngriti në lidhjen e kombeve më 21 qershor 1921. Qeveria shqiptare konsideroi antarësimin në radhët e lidhjes si garanci për një trajtim neutral të statusit dhe të kufive të vendit në tryezat vendimarrëse të fuqive të mëdha. Bazuar në këtë kredo, Noli denoncoi në këtë forum barkombëtar vendimet e konferencës së Londrës në kurrizë të interesave kombëtar. Në memorandumin drejtuar lidhjes, Noli nënvizonte harmoninë fetare që mbizotronte në vend, ku të krishterë dhe musliman bënin pjesë në formacione politike të njëjta. Përmes memorandumit, përfaqësues të qeverisë së Ilyas Brionit lëshonin not proteste ndaj përpjekjeve të qeverisë greke për autonominë e Korçës.